Rezultati numerik që mori Partia Demokratike në zgjedhjet e 11 majit ishte katastrofe për masave thuajse e 23 majit 2023. Harta roze e Shqipërisë në numrin e votave është vetëm maja e icebergut që do të sjellë gjithnjë më shumë në muajt e ardhshëm. Për masën reale të relevancës së partisë së Berishës, si qendër nevralgjike e opozitës së re në kuvend. Gjithsesi, suksesi, nëse duhet quhet i tillë, ishte në një shkallë kombëtare, por edhe në qarqe të veçanta. Kandidatët e vendosur në PD arritën të ndalonin një avancim të partive të dalë nga PD, sidomos të grupimi Lulzim Bashës, i cili duket se vijshmërinë e madhe në rrjetet sociale që arriti, sidomos pas dissingut me Ramën, nuk e pati real, por ishte thjesht virtual, siç ndodh në të vërtetë në botën e rrjeteve, ku audienca nuk është as struktura as elektorati. Në ditën e zgjedhjeve, një pjesë e konsiderueshme e votuesit opozitar është vënë përpara një fakti të kryer nëpërmjet stafit të kandidatëve që të votojnë zgjidhjen më relevante, pra Berishën. Edhe pse mund të kenë mbyllur hundën, por shifrat reale, sidomos në Shkodër, tregtojnë një arratisje të madhe të elektoratit tradicional drejt PS-s dhe PSD-s, dhe kjo është e qartë fare. Diferenca mes PD-s dhe PS-s në rang qarku është vetëm 3.000 vota, pa marrë parasysh faktorin PSD, i cili ka marrë gati 17.000 vota. Kjo mbajtje penge mbështetësve si rrugë vetme solli mos suksesin e subjekteve të Lulzim Bashës dhe Ali Beajt, të cilët duket se përdorin një strategji politike totalisht të pastudiuar, e cila ka rënduar shumë në strukturat e tyre, sidomos në Shkodër, ku kandidatët që vinë nga një militancë mjaft të vjetër e PD-s janë natyrisht të frustruar për këtë braktisje politike nga kupola. Ndërkaq që kjo lloj vote e shtrënguar politikisht nuk është vot për Sali Berishën, por për vijimin e qendrastarizmit opozitar, i cili natyrisht që kërkon ta rikthejë në efekte padyshim suksese politik në muajt që vinë. Sali Berisha tashmë nuk ka më asnjë shans që të mbajë me inerci këtë grup opozitar, të cilin e ka mbajtur me gajret thuajse për 2 vjet, ku narracioni më i madh ka qenë mrekullia nga Trump dhe nga SPAK, të cilat, siç dhe ishin faktet, rezultuan se ishin tullumbace me helium. Problemet për Sali Berishën, sidomos tani që dosja Partizani ka hyrë në fazën e gjykimit në seancë, janë vetëm në ngjitje. Arma e vetme që mund të përdorë të mbajë veten me gajret është krijimi i kauzave për protesta dhe sherre, edhe nëpërmjet kontrollit dhe influencës së paneleve të darkës. Por edhe ky narracion nuk mban më siç mban as fabula e përdorimit të njerëzve me precedente kriminale, nga që vetëm rasti i fundit i Durrësit tregoi një panoramë krejt tjetër, ku jo thjesht u vendos kandidat një personazh që kishte afërsi me të fortët, madje edhe me raste atentatesh, u arrestuan edhe personazhe të lidhur me struktura të afërta. Në shtator opozitosi duhet të prodhojë politik, ndërsa Berisha do mundohet të prodhojë fabula të përkohshme deri në zgjedhjet vendore, ku synimi është për të vënë njerëzit e tij besnik si kandidat, por rrezikon që të pësojë efektin e braktisjes. Ndërsa nëse nga pjesa tjetër e opozitës, qoftë edhe asaj brenda PD, qoftë edhe opozita e re ka hapësirë, jo thjesht për të krijuar një terren të ri, por për të lënë në hije faktorin tashmë B.